fjalet personale sepse mund të rikthehen prapë. Në Shqipëri nuk mund të jetosh dot. Njerëzit pa përkraje që jetojnë dot pa shkelur ligjin. Se? Kisha pash? Nuk jesh më i kështu. Do në Shqipëri pa shkelur ligjin? Po, nuk jeton dot njeriu pa përkraje. Ose Po kjo Shqipëria, nuk e dini ju? Nga e di, nuk je shqiptare? Shqiptare janë, çfarë pune do bësh tani që dole? Nuk e di. Nuk e di. Nuk di. Këto janë senatorë persona, pse i Po, kanë të tjera. nuk ja dhuro ata. Ose po vakit kthehen prapë, ku ta dish. Të blej gjithmonë? Atëherë kjo do thotë që nuk është bërë mësim. Si? Nuk është bërë mësim burgu. Si burgu mësim, çdo më thon fjala mësim. Atëherë për të mos ardhur më këtu. A bën vaki njeriu të mësohet, të mos bijetoj? Këtë, e llogarit ti? Fikse pari jemi rob të Zotit që don të jetojnë. Pastaj jemi rob të ligjit. Në qoftë se neve nuk zgjidhim problemet kryesore të jetesës, njeriu çfarë do bëj? Atëherë ju keni patur probleme ekonomike që Si arritët probleme? deri këtu. Po të gjithë probleme ekonomike. Nuk mësove një zanat? Edhe ti me probleme ekonomike. Edhe ti sklave e një kështu si unë. Po në Po burg ti je nuk vi, sklave ama. shtëpie. Sklavët e shtëpisë janë që më të përkëdhelur. Kanë mundësi mbijetese. E kanë zgjidhur mbijetesën, kurse populli thjesht e ka zgjidhur mbijetesën. Ta dish. Zotri, nuk mësove dot një zanat? Tani jetu Tani unë jam me zanat që nga 78. Cili është profesioni juaj? Shofer. Shofer konsumë. Do në la skena ligjin,